Në emisionin Aromë Shkodrë vinë shumë histori njerëzore të atyre që kanë kontribuar, që kanë shfaqur dukshëm patriotizmin, mirësinë, humanizmin, por vinë edhe disa histori shumë të veçanta, inkurajuese. Askush nuk do e besonte se Ndue Ftoni, i cili ka lindur në fshatin Drejaj të Shoshit, do të largohej nga vendlindja e tij fillimisht i punësuar në hidrocentralin e Komanit, pastaj do të jetonte në komunën Gurizi, do të niste një biznes të vogël duke bler rreth 100 dele e më pas duke ngritur një baxh. Pastaj fal vullnetit dhe këmbguljes dhe rrethanave të jetës të një personi që nuk gjunjëzohet lehtë, ka ecur kaq përpara sa pas 19 viteve emigrimin në Amerikë, ai atje ka 5 biznese mjaft të suksesshme me një aktivitet shumë të pasur, ku ka punësuar dhe mjaft shqiptar në Michigan. E takojmë her pas here në aktivitete të ndryshme, patëm rastin edhe të kishim një intervistë të shkurtër për emisionin Aromë Shkodrë, kur tregohet gjithë jeta e një njeriu të thjeshtë, kështu e quan ai, bile më pëlqen dhe shprehja që thotë që ne jemi kaq të mençur sa që jemi këtu edhe në Amerikë, por rrethanat apo sistemi është ai që t'i jep suportin për të ecur përpara apo për të mbetur vendnumra. Është një intervistë shumë e sinqertë se si një njeri i thjeshtë, por fal kurajës edhe vullnetit të tij ka ecur shumë përpara e ku në një vend të huaj siç është Amerika. E ndjekim. Quhet Ndue Ftoni, e sot mund të konsiderohet ndër biznesmenët shqiptar më të suksesshëm në Amerikë. Administron 5 biznese, ku në ndihmë vjen edhe familja. Po mbushen 19 vite nga koha kur ai emigroi e deri në suksesin e arritur në një vend të huaj. Sot Ndue Ftoni po mbledh frytet e këmbguljes dhe vullnetit të tij, dy tipare që e kanë karakterizuar gjithë jetën. Të mendosh që çdo gjë e ka nisur nga zero, por ja që sot kapitalet e tij janë shumë fishuar. Po cili ka qenë rrugtimi i jetës së tij për të mbërritur deri këtu? Unë kam lindur në Dugaqin, në Ndrej të Shoshit. Se do është një kohë që kushtet kanë jeta pa zhvilluala, s'ka pas rrugë makine në atë kohë kur kam lindur, s'ka pas infrastrukturë, dhe si të gjithë të tjerë, që thuash si na e le rrit me shumë halle. Në monizëm shprehet Ndue Ftoni gjërat kanë qenë të ngushtuara dhe nuk ishte mundësia që ka rinia sot. Nuk u është dhënë mundësia atyre që e kanë merituar. Unë kam kanë i presuduar nga shteti të dalër nga komunizmi, as më në deri të shkollës, mu as familjes seme. Sa fëmijë ishit? Më trego pak për familjen. Ne ishim 7 fëmijë. Babën anë. Babën e kishim gjërat presuduar se kishte luajtur politikë në mallën Dugaqin, dhe e kishte futur në burg babën. S'ka marrë pjesë në të punë absolutisht kundër pushtetit, as kundër rrugë, po ishte puna që për t'i ul, si thuar se shtëpia e mëllaja, ne kemi qenë shtëpi e madhe dikur, por shtëpiat që kanë pasur, partia e punës nuk i ka lënë, i ka shpërban. 7 fëmijë, familja Ftoni ka rritur përmes sakrificash, të ardhurat siguroheshin nga puna e mundimshme në kooperativë, por kjo nuk e bëri karakterin e një fëmije të nënshtrueshëm. Kam shumë besim në vetvete, domethënë dhe kam shumë iniciativë për të ecë, kudo që jam. Vetë natyra më ka dhënë shkatësinë, si thuaç, edhe në fshat atje, edhe ku kam jetuar, kam jetuar 10 vite në zonën e Gurizi, edhe atje ku kam shkuar. Iniciativën e kam pasur në plan parë, në pikpamje të drejta. Me përfundimin e shkollës 8 vjeçare, Ndue, dhe pse ishte nxënës i mirë në matematik, dëshironte të vazhdonte shkollën e muzikës. Një ditë vendosi të dilte para kryetarit të kooperativës dhe sekretarit të partisë për t'ju kërkuar mundësinë e një të drejtë studimi aty ku ai donte. Më thanë ti e prekun, ke babën që s'do partinë, dhe unë isha fëmijë 15 vjeç, vetëm çajta 2-3 minuta se isha fëmijë kur theva shtëpinë harrova dhe i ka pastaj dhe ma vonë e kuptova se çfarë do thotë që të më shkollohesh. U shkëput nga shoshi në vitet 1984, pasi u punësua në hidrocentralin e Komanit. Vëllai i tij ishte shpërngulur më përpara në ish komunën Gurizi. Shtëpia e tij do të bëhej stre edhe për Nduen, pasi kthimi në shosh, për shkak të jetës së vështirë atje ishte pothuajse i pamundur. Në Gurë të Zi ai u mirëprit nga banorët dhe ruan mirënjohjen e thellë për ta. Pikërisht në këtë vend, ai ngriti dhe familjen e tij. Në moshën 31 vjeçare u martua me Filen, vajzën nga Laçi Vaudejës. Pas punës në hidrocentral, Ndue gjeti veten në fshatin Ganjoll,
ku pas punës në kooperativ, në vitet e para të ndryshimit të sistemeve, u nxit edhe ai të hapte aktivitetin e tij. Por unë filla një biznes në vogël. Bleva 100 bakti, bëna 2 çobani bazher, bleva një botënire, bëna 5 punëtor, dhe vazhdova një 2-3 vite. Dhe vazhdova shumë mirë. Po duke mos pas eksperiencë biznesit, si thush, nuk mujta ta maj se unë elçova parën. Gjitha që bëna parët, ja u lash njerëzit të kërku parë, dhe unë si bashkova ma. Dhe pasaj detyrova. Fenomeni i hapur, ku legët jetën, pasaj nuk vinë më. Dhe nuk vinë më. Dhe të gjitha, 16 milion parë që i bëna në atë kohë, që i bëna shumë. Që konsideroj një shumë madhe atë. Po, unë ishte një parë shumë e madhe, unë gjitha e lash bërë. Dhe Pasën që i keni dhe bujar, çdo e keqe ka një të mirë. Unë nuk i bashkova më, dhe përfundimisht, luta Zotin që të më japin mundësinë që të fitojmë me krahët e mi, prapë edhe herë ku të mundem në përbot, se dita se këtu së fitueshin ma. Ato pak para të fituara u investuan në biznesin e vogël. Të tjerat u dhanë borxh, por grumbullimi i tyre e quan drejt falimentimit. Në këtë situatë, zgjidhja e vetme u pa emigrimi për në Amerikë. Unë e vanosa edhe njeva vetë-vetën, isha shumë i binën që të shkoj. A me letra pa letra, me para pa para, se të shkoj, isha shumë i binën. E kisha një vetë-vetën, e një ke shpirë se të shkoj. Dhe nga duke thonë se Amerika është Amerika, se të qoftë ajo është një shtet superior në tanë botën, por se kisha provu, kisha qef që në qoftë se është që integrot kusht aty, do t'jem unë që integrom në atë venë. Për Nduen ishte hera e parë që po emigronte jashtë Shqipërisë dhe kishte zgjedhur një vend ku nuk ishte asnjë të njohur apo të afërt. Unë, se thuaç, mora një vendin vetë, kisha gruan e 4 vajza. Vajzat e kisha të vogla. Të vogla kisha 6 muaj, të mëdha kisha 6 vjeçë e pak shumë. Edhe ishte një vend shumë i vështirë. Ti kthesh familjes shpinën me gru me fëmijën atë mosh, që ishën ata, se vetëm hallet të mëse u detyrun kushtet që erdhen për ta lëçu vendin tanë. Mendoj se me largimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ishte asgjë çfarë të humbte. Realiteti në Shqipëri nuk jepte shpresa për rimënkëmbjen atij biznesi të vogël që la këtu. Për familjen do kujdesej vëllai i tij deri në momentin që do jepej mundësia për ta tërhequr, por në çfarë mënyre u largua për në Amerikë. Dalin në Amerikë, kur dihet mos dhënia e vizave? Kam shku me pare pa viza. Sa ke paguar në atë kohë? $10,000. Ku sigurove këto para sepse biznesi jot ishte pothuajse rënuar? Disa më kishin met nga biznesi se shita bakti dhe shita dhe me herë, disa i morën disa shokë bashkë. Destinacioni i tij u bë Detroiti. Kur kam shku masteriosh, që jam kanë 10.000 metra mi det, kam thonë, a thumë së shpirtit të shku më atjet, se s'jam unë. Në unë ashtu e arrita, se s'disha ku të shkoja. Vesh se isha në vend të flutru, se unë s'disha ku të shku. Nga vetë, edhe mërzia që isha nda për e familjes, se nuk ishte kollajt në atë mosh, me në ngruf mi 20 vjeç, dhe më nisë për në mërgjim. Para se të shkonte në Detroit, një ndalesë gjatë udhëtimit u bë në New Jersey. Mosnjohja e vendit, e gjuhës, apo edhe një të njohuri, i shkaktoi një stres të paparë. Por nga njëherë njohjet e rastësishme bëhen ndihmë në situata delikate. Gjatë udhëtimit në avion, ai rastësisht u njoh me një djalë nga Tirana, Neritan Myftiu, i cili u bë dhe miku i tij i parë në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ai e shoqëroi në hotelin ku punonte për të fjetur atë natë dhe të nesërmen të riniste fluturimin drejt Detroitit. Nduen në mëngjes, paguan $110 fjetjen dhe në portofoli mbeten vetëm $390 e fundit. Në aeroport, teksa kërkon të blej biletën për destinacionin e tij, përballet me shumën $600, por paratë e tij nuk mjaftonin. Një shofer që ja kishte vënë në dispozicion hoteli, edhe pse nuk e njihte fare Nduen, i bën plotësimin e parave duke mos ia konsideruar ato para si një borxh, por i jep thjesht këshillën që të ndihmonte dikë tjetër në nevojë kur ta kishte mundësinë. E kështu borxhi quhej i lar.
Me mbërritje në Detroit, planet nuk shkuan as pak sipas parashikimit. Një mik tek i cili i kishte varur shpresat, ja bëri të qartë se nuk kishte mundësi që ta strehonte. Në Detroit kam nejë 15 pa punë. Mas 15 kam fillu kam la pjata. Falenderoj një marrëpunaj që më gjeti punë. Si me mba ministrë sa të më ka të kur kam fillu punë. Kam la 5 muaj pjata. Pasaj kam punu shofer trokut, kamionit. Kam punu me shpërda ushqime, kam punu 2 vjet e gjys. Pasaj po ditë anglisht kam fillu biznesin për veti. Po gjatë 2 viteve nuk arrita, apo punoje më shumë me shqiptar dhe... Gjithë punoje me shqiptar. Se është një bela kjo, kur shkojnë në emigracion dhe nuk e mësojnë. Isha me shqiptar. Dhe e kam njëzë thonë, pa pare, pa pas pare. Biznesin, pa pas gjumë. Dhe sot ato punoj se që unë folkesh me ta që jeshin kur flasë për në atë kohë, kur kam fillu biznesin me ta. Po ka shpejtu ambientove dhe fillove atë siguri, sa një emigrant 2 vite që ka shkuar gjuhën nuk e din mirë. Dokumentet i kishe bërë për 2 vite? Po, i kisha bërë dokumentet, i kisha bërë për 2 vite gjysë. Kurajnë për të nisur një biznes? Unë duke pa se atë puna funksionon një lloj gjithë botën. Pse nuk din gjuhën punën e din, se qa bëhet, a kupton? Cila ishte puna që bërë? Puna që bërë ishte fillova unë në atë punë, po atë punë që punosha, unë furnizim restorantesh, mora $24,000 bërç, bleva një kamion, dhe mora 2 restorante për t'ju çu furnizimet. Pastaj shkua të marrë vetin që thuesh 1, 2, 3 vazhdova e bona atë biznes. Mas një vitit kam pas 20 restorante, kam ba 3 kamiona, dhe mas 2 vjeç kam ba 5 kamiona, 5 punëtor dhe një manager. Se këto nuk i besojmë kështu neve. Duket shumë e pa besueshme. E nisi biznesin dhe s'kisha asnjë lek. Asnjë lek s'kisha. Po si erdhën njerëzit të punonin me ty, po ku gjete materialin që të bëje biznesin? Unë thash mora në shokni, mora $24,000 borç dhe bleva kamionin. More $24,000 borç. Dhe gjëja e parë bleve kamionin. Licenca për me hap biznesin zban $20 në Amerikë. Të lutem, ma përsëri pak sa bën? Licenca për të hap biznesin, çfarë do biznes dush, ban $20. Do të thonë lekët Po. Me 20.000 lek. Imagjino. Me 20.000 lek ban me hap biznesin dhe s'ke. Nuk fut atje lek në dorë, si shnoll në Shqipëri. Se këtu do të futesh lek në dorë. Dhe për 12 muaj në bash miliona nuk merr taksa. Miliona në bash për 12 muaj nuk të merr asnjë lloj takse. Pastaj futesh sistem. Sa të funksionon shteti në më të jashtëzakonshme. Dhe është një diçka se Amerika nuk ka rasizëm, se janë të gjitha migranta dhe e din, janë mësuar gjithmonë që e din se njerëzit shkojnë të pa mësuar me gjuhën tona dhe po tani ka evoluar koha tani sot njerëzit janë më të aftë për shkuar në Amerikë do se din pa ka shkuar me gjuhën tash jo se ne si kemi shkuar për shkak para 20 vitesh. E nisi biznesin e tij me një kamion të pajisur me frigorifer dhe fillimisht shpërndante asortimente për 2 restorante të mëdha. Unë më fitimi më doli për shembull sa në fillimisht nuk kishe me ato restorantet që mora, s'kisha vetë sa me pagu detyrimet, se jam për të pasur për veti me 2 të parat. Pastaj kur vi puna arrita thash, deri mas 2-3 vjeç arrita me ba me 5 punëtor, me menaxher dhe me 5 kamiona. Ku edhe sot ajo kompani është me 40 restorante dhe me menaxher dhe me 5 shoferat. Edhe sot që nërën kam, e ka vajza me llanrën që sot e drejtojnë. Kthyer edhe pak familjare, ke vajzën dhe djalin që merret me menaxhimin e 40 Kam restorante, dy po ju jeni shef i madh. vajzat kam bizneset e mia, se unë kam në Amerikë kam ndërtu 5 biznese. Për një kohë shkurt, falenderoj Zotin që më ka dhënë mundësinë për të arrit aty ku më arrit, se për mua janë anëra këto që kam arrit në Amerikë. Unë nuk jam nisë për biznesmen, jam nisë veç për tec, por duke pa si funksionon shteti, jam sjellur në atë pikën e vogël timen, kam funksionuar si mas shtetit si sjellaj. Shteti Amerikan, nëse ti ke besimin dhe i paguan ata që dikon, ai është që të ndihmon. Nuk shikon për me të kap. Ai shikon me të ngrit, me të hyp lart. Suksesi erdhi pasi më kryesori atje, sipas ndues, është fakti që shteti është stimulues. Fal aftësive të tij, arriti të binte edhe bankat për kredite marra.
mu me vjen çudi një diçka kur dëgjoj për shembull në Shqipëri që thotë deklaron 1 milion, 2 milion euro, 3 milion euro. Kjo është shumë e çuditshme për mua. Jam 17 vjet në biznes. Kam 5 biznese, kam 65 punëtorë që punojnë. Unë s'mund deklaroj. As kam $200.000, s'mund deklaroj. Se si kam, janë kapital, janë punën tëna. Nga erdhën ata se aty nuk mundesh të kalosh $10.000 pa di shteti se nga vinë paret. Unë që jam biznesmen, nëse fusën bank $10.000, shteti do njoftohet. Për ditë, nëse ashtu $10.000 do njoftohet shteti. Kupton? Kur e krahason për shembull ecjen tënde në Amerikë me mënyrën se funksionon biznesi këtu që gjithmonë ankohet, më shumë e kanë problemin tek letra se sa tek fitimi apo tek xhiro e madhe që do bëjnë. E bën këtë krahasimin dhe skandalizojnë rastet në Shqipëri? Unë jam skandalizuar këtu në më rrezikshme si të mos tani. Unë kam marrë 35 herë në Shkodër nga Amerika. Po unë nuk kam pas bajnë se thuash me letra me ashtu, vetëm rasti i makinës që kam bërë doganimin e makinës tash. Mu më ka shgënjë në më të jashtëzakonshme. Me thonë janë pa. Po aty shkon më në rallën 5 minuta kërë gjitha letra niven, unë me rëshuri u deshte këtu unë e pash diçka që është e padurueshme, se unë tash 20 vjet se kom pa këtë lloj stil pune. U lesh në karrika aty, do shke me prej letër tu, me shku me pagun ark aty. Me prej letër tjetër, me ullë prapë edhe dherë, me shku me pagun për ark. Me ullë prapë 30 herë, me shku me pagun ark. Të qëlloj të shkojnë ndonjë zyrë largë për ndonjë dokument tjetër? Unë u zgënjeva të gjitha, me thënë drejtën, në gjitha veprime, bana 7 ditë me bani çdo doganim, të shku me shok. Dhe hera e parë më lypën 10 milion. Unë me ble makinë time edhe herë. Pra të blesh makinë dhe herë sepse kërkon të... Me ble, ti shë kanë makinë 10 milion që po kom për makinë shtrenjtë. Sa është, por të kanë ke punë ashtu, kërkun pare me ble edhe herë makinë time unë. Shpesh gjatë bisedës Ndu Eftoni vendos paralele krahasimi mes dy realiteteve, Amerikës dhe Shqipërisë. Ai fajson shqiptarët për blerjen e votës. Një deputet që blen votën nuk përfaqëson askënd. Ne kemi nevojë për njerëz e jo parti. Shoh që këtu shteti është privatizuar nga disa persona që nuk kanë nga shkojnë pa e paguar. Në Shqipëri, kur vjen puna për të zgjidhur kandidaturët, shikojnë kush ka para dhe kush është biznesmen. Do të shikojnë dhe ty aty në Amerikë. Do të ofrojnë mundësinë që të marrësh pjesë politik, të garantojnë bile që do të jesh edhe deputet etj. Do kthehesh, do pranosh ofertat. Për të kthyer, absolutisht. Nuk them. Në Amerikë, nëse don me dal kongresmen në kongres, e nuk paguën ti, paguajmë ne për ty. Dhe ai shikot sa e mbështeten këtë deputet ose këtë parlamentarë